Të nderuar përfaqësues të medias, të nderuar qytetarë. Siç kemi thënë edhe më parë, policia e shtetit do të jetë gjithmonë në komunikim të vazhdueshëm, të hapur, transparent dhe të përgjegjshëm me qytetarët dhe opinionin publik, duke informuar në çdo kohë për çështjet që prekin sigurinë publike, interesin e qytetarëve dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Në kuadër të këtij angazhimi, sot jam para jush për të bërë publik një shqetësim serioz, i cili lidhet me një veprimtari të dyshuar, të koordinuar në hapësirën kibernetike. Kjo veprimtari, nëse konfirmohet nga hetimet, rrezikon të dëmtojë jo vetëm bizneset caktuara, por edhe sektorin e turizmit dhe imazhin e Shqipërisë si një vend i sigurt dhe mikpritës. Gjatë ditëve të fundit, strukturat tona të luftës kundër krimeve kibernetike kanë evidentuar një aktivitet të dyshuar, të koordinuar në platformat online, i cili konsiston në publikimin masiv të vlerësimeve, review dhe komenteve negative ndaj hoteleve, restoranteve dhe subjekteve të tjera që ushtrojnë aktivitet në sektorin e turizmit në Shqipëri. Nga veprimet e para verifikuese, administrimi i kallëzimeve dhe analizave të dhëna të siguruara deri në këtë fazë, rezultojnë indicie për ekzistencën e një rrjeti llogarish që kanë vepruar në mënyrë të sinkronizuar në platforma ndërkombëtare të vlerësimit të hoteleve, restoranteve, resorteve dhe destinacioneve turistike. Brenda një periudhe të shkurtër kohore, këto llogarit dyshohet se kanë publikuar në masë komente dhe vlerësime negative, me qëllim krijimin e perceptimit të rrem dhe dëmtimin artificial të reputacionit online të bizneseve shqiptare. Nga analiza fillestare rezulton se mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale me modele aktiviteti të dyshim, të cilat janë aktualisht objekt verifikimi nga strukturat e specializuara të policisë shtetit. Konkretisht, një pjesë e konsiderueshme e llogarive dyshohet se janë krijuar rishtas dhe janë përdorur në funksion të kësaj veprimtarie, por ka dhe llogari me profile të rregullta të sakta, të cilat janë identifikuar nga ana jonë dhe po vijojnë veprimet hetimore. Janë evidentuar raste ku e njëjta llogari ka publikuar brenda një kohe shumë të shkurtër vlerësime negative për bizneset të ndryshme në qytete Tiranë, Durrës, Vlorë, Sarandë, Elbasan, Shkodër dhe Korçë. Sinkronizimi kohor, ngjashmëria e përmbajtjes dhe mënyra e shpërndarjes së aktivitetit përbëjnë tregues kyç që po analizohen nga grupi hetimor për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me veprimtari të organizuar. Një aktivitet i tillë, nëse provohet se është i qëllimshëm, nuk cënon vetëm interesat e bizneseve të prekura, por prek dhe konkurrencën e ndershme, besimin e konsumatorëve dhe perceptimin e Shqipërisë si një destinacion turistik i sigurt. Turizmi është një sektor strategjik i ekonomisë kombëtare dhe një aset i rëndësishëm i imazhit ndërkombëtar të vendit tonë. Prandaj, çdo përpjekje organizuar për të manipuluar perceptimin publik, për të dëmtuar bizneset tona apo për të cënuar interesin ekonomik të vendit, do të trajtohen me prioritet maksimal nga policia e shtetit. Në këtë kuadër, kam urdhëruar strukturat e specializuara, veçanërisht ato të hetimit krimit kibernetik, që të vijojnë me intensitet të lartë veprimet procedurale për identifikimin e autorëve dhe personave që qëndrojnë pas kësaj veprimtarie, gjurmimin e infrastrukturës teknike të përdorur, analizimin e lidhjeve ndërmjet llogarive, evidentimin e mënyrës së organizimit, sigurimin dhe administrimin e provave digjitale, si dhe në bashkëpunim me platformat online dhe partnerët ndërkombëtar në përputhje me legjislacionin fuqishëm. Materialet procedurale për këtë rast do t'i referohen prokurorisë rrethit gjyqësor, pasi nga të dhënat e administruara ekzistojnë dyshime për element të veprave penale në fushën e krimeve kompjuterike si dhe dëmtim të interesave ekonomike dhe reputacionit tyre. Dua të bëj qartë se çdo person që do të rezultojë i përfshirë në këtë aktivitet kundralishëm, pavarësisht vendodhjes së tij, do të përballet me forcën e ligjit. Në emër të policisë shtetit, ju bëj thirrje administratorëve të hoteleve, restoranteve apo subjekteve tjera turistike dhe tregtare që kanë konstatuar raste të ngjashme, të paraqesin kallëzim pranë strukturave tona të hetimit krimit kibernetik dhe të ruajnë çdo provë materiale elektronike që mund t'i shërbejë hetimit.